Bëni këtë mask vetëm me 2 përbërës dhe çerpikët tuaj do rriten brenda ditës. Gjithçka që ju duhet është vaj esencial që ju mund të blini në farmaci dhe lëvozhgën e një limoni. Ju duhet rreth 20 ml vaj ricini, një lëkurë limoni dhe një enë sterile me një kapak për të mbajtur serumin e rritjes së çerpikëve. Hapi i parë, merrni një limon të freskët dhe qëroni lëkurën. Grini limonin në copa të vogla. Lëreni copat e lëvozhgës së limonit të thahen në ajër për disa orë. Vendoseni lëvorën e thatë të limonit në një tas steril me kapak në të cilën keni hedhur 20 ml vaj ricini. Lëreni të qëndrojë për minimumi 72 orë dhe maksimumi 5 ditë. Hiqeni lëvozhgën e limonit duke e kulluar dhe serumi është gati. Mund të filloni ta përdorni. Në mbrëmje pasi të keni hequr tërësisht tualetin që keni përdorur gjatë ditës, aplikoni serumin. Mos aplikoni tamponët në të gjithë qepallën sepse do të ngrini në mëngjes me qepalla të fryra. Në vend të kësaj aplikoni serum me pambuk që përdoret për pastrimin e veshit direkt në rrënjët e çerpikëve.